Vite më parë në zonën mbi Spitalin Rajonal të Vlorës u krijua një projekt i cili parashikonte që të ndërtonte në këtë zonë liçenin artificial që do të kthehej në një atraksion turistik për qytetin e Vlorës, por mbi të gjitha si një parë shlodhës që do të shfrytëzohej nga banorët e zonës. Por sot ky liçen nuk e ushtron as pak këtë funksion, teksa është kthyer në problemin kryesor për banorët e zonës, kthyer në një burim dotje për të gjithë zonën përreth. Projekti i cili do të realizohej parashikonte një rehabilitim total jo vetëm të liçenit, por edhe të zonës përreth. Aty do të krijohej një liçen i vogël artificial, i cili do të furnizojë me ujë nëpërmjet kanaleve të ujrave të larta. Zona përreth, e ngritur me beton, do të funksiononte si shëtitore, ndërsa do të vendoseshin edhe stola për pushim. Por jo vetëm kaq, pasi u parashikua të kishte edhe shpend ujor, duke u kthyer në habitatin kryesor të tyre. Por realiteti sot është krejtndryshe, liçeni nuk ka më ujë pasi pjesa kryesore nga ku do të furnizojë është bllokuar nga inertet. Shëtitoria prej betoni në shumë pjesë,